Përshëndetje miq, kemi ardhur në podcastin e radhës. Jam në studio me klerikun e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Atë Grigor Pelushin. Atë Grigori, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit. Do nisim sot një bisedë, në fakt është e disata intervistë që ne zhvillojmë së bashku, por unë do të bëj disa pyetje më të përgjithshme. Grigori, dua ta nis me pyetjen: pse njerëzit drejtohen tek Zoti vetëm kur atëherë ata janë në vështirësi? Në fakt, ky është pojimi i drejtë, por jo vetëm kur janë fatkeqësi, dhe unë do të ilustroj me një ngjarje që më ka ndodhur. Mbaj mend kur shërbeja në katedrale, tani shërbej diku tjetër. Një mbrëmje, teksa ne ishim duke mbyllur katedralen, një burr që vraponte mendon mes nga rruga ku është tek shtëpia e gjetheve, të kalosh katedralen në mes atij trafiku. Dhe ai duke thërritur, duke futur në rrugë edhe duke mos parë fare as rrezikun e mos marrë parasysh rrezikun që i ofronte dhe rruga dhe makinat. Edhe i them, mos zitoj, i them se do të pres. Ishte kohë që ne sapo e kishim mbyllur katedralen. Dhe i thash, por pse me kaq nxitim? I thash, desh rrezikove edhe jetën. Dhe më thotë që për shkak se kam një gëzim shumë të madh, edhe dohet të falenderoj së pari Zotin, pastaj do shkoj në shtëpinë time dhe t'ia përçoj lajmin e mirë që kam marrë këtë gëzim, dhe t'ia çoj dhe familjes. Më bëri përshtypje sepse të paktën janë njerëzit në fakt që vinë dhe falenderoj Zotin kur i gjërat shkojnë mirë. Por duhet të mendojmë që edhe kur në situata të vështira, siç është shumica e njerëzve, edhe si qëndron ky pojim që thatë, që njerëzit drejtojnë Zotit kur janë në kohë të vështira, dhe unë mbaj mend në kohën e tërmetit që ndodhi në 2019. Po. Ne e përjetuam të gjithë. Mbaj mend që kisha katedrale, por jo në kisha katedrale, por më tregoni dhe kolegët e mi në Durrës, që nuk pushonte katedralja dhe nuk mbyllej madje as natën. Shumë njerëz, disa u strehuan dhe te katedralja sepse godinat tona që ishin godina që i rezistuan edhe goditjeve. Edhe shkonin gjithë ditën e gjithë natën, po mbaj mend në katedrale më së shumti, turma njerëzish që vinin sikur të ishte një ditë Pashke, sikur të ishte një ditë Krishtlindje, pra ditët që njerëzit më së shumti vinë. Kërkonin shpëtim, Atë Grigori. Tani njerëzit nuk kanë ku gjejnë tjetër shpëtim jona përveç se te tempulli i Zotit. Atë Grigori, nëse një njeri nuk është i penduar, a mund të gjejë shpëtim? Tani shpëtimi është një proces që është në duart e Zotit. Pra si të themi me termat e sotëm, është e drejta ekskluzive e Zotit. Askush nuk e di se ku do shkojmë përveç se Zotit. Prandaj dhe neve kur gjykojmë në njëri dhe themi që ky do shkojë në ferr, ky do shkojë në parajs, është një konstatim shumë i gabuar, edhe s'duhet ta bëjmë ne këtë gjë. Madje do t'rregoj diçka, sepse më pyeti dikush para disa ditësh që pse kisha nuk shkon të kryej shërbesën e varrimit te dikush që ka bërë vetvrasje. Padyshim kemi shumë raste, domosdoshmë në kohën që jetojmë. Jo vetëm tek ne në Shqipëri, por e kudo që përballemi me këto situata. Arsyeja që kisha nuk shkon që të kryej shërbesën e varrimit, pra të kryej atë shërbesë, misterin. Është fakti që ky person ka mohuar jetën, dhe jeta është Zoti. Prandaj nuk e zhvillojmë atë shërbesën, por ne nuk themi që ky njeri ka shkuar në ferr ose sepse thash kjo është një drejtë ekskluzive e Zotit. Pra ai e di se kush do shkojë pranë tij, dhe ai e di se kush nuk do shkojë pranë tij. Por ai na i ka thënë mënyrën se si do shkojë. Kemi tek Ungjilli sipas Shën Mateut, Zoti e thotë shumë qartë, shumë thjesht, me fjalë të thjeshta. Thotë që të gjithë ata që pra në lidhje me shpëtimin thotë isha i uritur dhe më dhat për të ngrënë, kisha etje më dhat për të pirë, isha në burg më vizituat, isha i sëmur dhe erdhën më pat. Pra kjo është kriteri i gjykimit, pra dhe thotë që të gjithë ata që i bën këto, edhe kur disa i thanë që po ku të pam ne të uritur, të zhveshur, të burgosur, të erdhën vizituam, ai thotë që çdo gjë që u keni bërë më të vegjëlve, ma keni bërë mua. Pra Zoti identifikon veten e tij me këtë lloj kategorie njerëzish. Pra nëse ne kemi kujdes ndaj të varfërve, ndaj jetimëve, ndaj vejushave, ndaj njerëzve që vuajnë, dhe jemi pranë tyre, atëherë Zoti na ka treguar që ky është kriteri. Filozofojnë shumë njerëzit, i zgjerojnë shumë teoritë e gjërat, por që janë kaq të thjeshta, kaq praktike.
Dhe çdo që keni bërë këtyre, ma keni bërë mua. Dhe çdo që nuk ka keni bërë këtyre, të tjerë ti thanë, po kur të pam në të uritur, të zhveshur, nuk të erdhëm me të takuar, më thotë çfarë nuk keni bërë këtyre më të vegjël, nuk ma keni bërë mua. Pra besoj se kjo është ajo se si Zoti dhe si mund të arrihet shpëtimi. Grigori, me që jemi tek vdekja, tek vetvrasja, në fakt si koncepton Kisha Ortodokse vdekjen? Çfarë është vdekja? Humbje apo fitim? Për shumë njerëz vdekja është fundi. Por për të krishteri, për njeriu që beson tek mësimet e Zotit Krisht, është fillimi i një jetë të re. Nuk është fundi, por fillimi. Padyshim që vdekja na tmerron të gjithëve. Gjithë kemi frikë nga vdekja. Por Zoti Krisht vjen që të mposhtë vdekjen. Prandaj edhe ne psalim në ditët e Pashkës, por edhe gjatë gjithë kohës kisha psal kur urojmë njëri tjetrin Krishti u ngjall, vërtet u ngjall themi, por tropari që psalim më së shumti është Krishti u ngjall së vdekur, është me vdekja e shkelit të varrosur vetë më fali. Vdekja diçka që hyri jo nuk ishte nga Zoti, por erdhi nga zgjedhja e njeriut. Edhe si e tillë, domethënë ishte jashtë natyrës. Duke qenë se ishte jashtë natyrës, është një proces që do të ndodhi me të gjithë. Askush nuk mund të shpëtojë vdekjes, thotë Shkrimi i Shenjtë. Përveç Zotit, përveç Krishtit, se vdekja s'mund ta mbante dot atë. Por vdekja ne nuk duhet ta shohim si një ndëshkim. Vdekjen s'duhet ta shohim si një mallkim. Vdekjen duhet ta shikojmë si një gjithmonë, prandaj dhe etrit kishin një thënie, etrit e shkretëtirës thoshin që ki gjithmonë ndërmend vdekjen dhe ferrin, edhe vazhdo të jetosh jetën tënde. Në kuptimin që jo të biesh në dëshpërim, por duke i pasur këto në mendje që ne jemi plur dhe hi, një ditë do të shkojmë, do të na pushtojë të gjithëve vdekja, sepse ka një ndodh diçka sot. Madje disa njerëz nuk duan sot fare të flasësh për vdekjen. Madje kur ti u flet për vdekjen, të quajnë si diçka anormale ose sepse njeriu kalon në një dimension tjetër, pra e konsideron veten si të pavdekshëm. Ne kujtojmë çfarë bënin faraonët e Egjiptit. Ndërtonin varre apo balsamosin trupin e tyre, e ulinin pra atyre pasarzëve të tyre, e ulinin si me idenë se ata do të ishin gjithmonë të përjetshëm dhe përjetësinë e mendonin se do të ishin edhe në trup, në këtë. Njeriu është një qenie psikosomatike. Dhe trupi është dhënë nga balta. Sado që ne përpiqemi ta zbukurojmë, ta rregullojmë, ti bëjmë makjazhet, ta ndryshojmë, ti bëjmë dhe tani siç po ndodhin, siç bëhen edhe këto transformime të ndryshme, por sërish mbetet balt. Mbetet dhe thot një shprehje klasike e krishterë, thot një trup thot pa shpirt është një kufon dhe një shpirt pa trup është një fantazm. Kuptimi që njeriu sado që mund të duket si qenie me arrir, dhe në fakt është me arrir, sepse njeriu është krijuar sipas ngjashmërisë dhe shëmbulltyrës së Zotit. Pra është i krijuar sipas ikonës së Zotit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të kuptojmë që njeriu ka një vlerë të jashtëzakonshme. Dhe ne shikojmë që edhe me shqisat tona, apo me shikojmë për shembull gjuhën, pavarësisht se është një organ që është i vogël nëpër masë, por është i jashtëzakonshëm në të shprehur, në të folur. Kemi syrin që është shumë i vogël, por ka ndoshta edhe sot shkenca, por se ka ecur kaq shumë, prapë foton që bën syri nuk e bën dot as aparatet më të mira që mund të kemi, mund të sigurojmë ne këtu, ose mund ta siguroj Xhulio në këtë studio. Kështu që por Zoti çfarë bën? E lejon që edhe syri të dëmtohet ndonjëherë, të prishet pamja, sepse i bën të kuptojë njeriu që është ja kthen prapë mendimin që është thjesht plur dhe hi. Por kur ne ecim në atë çfarë Zoti do për ne dhe ta kuptojmë jetën siç duhet në fakt. Do shikojmë që kjo jetë që kemi në këtë botë nuk është e rastishme. Kjo do thotë që ka një qëllim për këtë jetë. Pra ky njeriu, kjo krijesë kaq e madhërisme, do thuash në sytë e Perëndisë. Cili është qëllimi, Grigori, që kemi ne? Qëllimi i njeriu është, e thotë Shkrimi i Shenjtë përgjigje. Të njohin Perëndin dhe të njohin Zotin Isut të vetëm lindurin, të cilin Perëndia e ka dërguar, Perëndia e ka dërguar, dhe qëllimi, destinacioni përfundimtar i njeriu nuk është xhungla, thoshte kryepeshkopi Anastas. Po. Por është mbretëria e qejve, e një vendi të pajshëm, e një vendi ku
është qëndron dhe mbetet larg prishjes, larg dekompozimit, siç ndodh me trupin e njeriut, ku shkon në varr, e dim çfarë ndodh me të. Por shpirti i tij shkon në këtë gjë. Prandaj dhe ka kuptim edhe jeta. Prandaj edhe kisha i mëshon kaq fort pikërisht kujdesit të jetuarit, sepse kisha e konsideron jetën si dhuratën më të madhe që ka dhënë Zoti, por njëkohësisht e bën çdo bir dhe bij të kishës, e bën koshient të ndërgjegjshëm që çdo ditë duhet jetuar me përgjegjësi shumë të madhe. Grigori, neve dim nga historia se komunizmi la gjurmë shumë të thella në besimin fetar në Shqipëri. Sot, besimi fetar, në shumica e njerëzve, ose disa prej njerëzve nuk e kuptojnë siç duhet, janë disa shprehje shablon, ose disa rite që janë ndjekur më përpara nga prindrit edhe janë vazhduar dhe janë trashëguar. Ç'a është në vetvete feja, besimi? Është zgjedhje apo është trashëgimi? Besimi ndoshta është dhurata më e madhe që ka dhënë Perëndia njeriut. Pra unë gjithmonë e shoh si së bashku me lirinë, vjen edhe besimi, dhurata e të besuarit. Po padyshim që kjo besimi nuk e cënon lirinë e njeriut. Pra njeriu është i lirë të besojë ose jo. Por nëpërmjet besimit njeriu jeton. Sepse njeriu është një qenie që nëse nuk lidhet me burimin e jetës, që është Perëndia, është e paplot. Por nëpërmjet besimit, nëpërmjet marrëdhënies së tij me Perëndin, pra një marrëdhënie që është jo momentale, jo për disa momente, për disa çaste kur jemi në situata të vështira e kështu, por një marrëdhënie që është e përditshme, një marrëdhënie që ndodh në çdo moment. Pikërisht kjo është ajo që ofron besimi. Edhe e thotë të shpjegon sërish Apostulli Pavli që besimi siguria e gjërave që shpresohen. Dhe besimi atyre gjërave që do të ndodhin, çfarë janë thënë. Duket në kuptimin filozofik, duket diçka sikur, domethënë nuk është e mirë artikuluar ose diçka që prap mendja njerëzore nuk arrin ta kuptoj. Por nëpërmjet besimit arrin ta kuptoj. Dhe më përmendë persekutimin gjatë apo mohimin e fesë. Dhe ne dim çfarë ndodhi me atë shoqëri që mohi Zotin. Ne dim çfarë ndodhi me ata udhëheqës. Ne sigurisht që patëm martir të shumt. Martir klerik flas, qoftë nga kisha ortodokse, qoftë nga kisha katolike, qoftë nga komunitetet e tjera fetare. Por këta persona, parëse ndoshta u harruan për 30 e ca vite, 40 vite. Por ku janë sot? Edhe ku janë ata që i persekutuan ata? Kush i kujton këta njerëz? Asnjë si kujton. Por ne kur flasim për një klerik, një çup, për shembull, kur flasim për Imzot kryepeshkopin e Shqipërisë, Imzot Kristofor Kisin, po. Ai jetën për besimin. Kur flasim për martirët e kishës katolike, dhanë jetën. Dhe ata do të mbeten në e pam se si u lumëruan në kishën katolike apo shenjtërohen në kishën ortodokse dhe nuk u mbasin kurrë. Pra, bota ka parë Neronin, mi nga perandorët themi më të fuqishëm që ka njohur në historia njerëzore. Por ai ishte personi që martirizoi apostull Pietrin edhe apostull Pavlin, dy kolonat e kishës. Ku janë sot ata? Sa njerëz i nderojnë, kanë kaluar 2000 vite dhe jo vetëm që nuk është zbehur nderimi ndaj tyre, ndaj apostull Pavlit edhe Pietrit, por është shtuar kaq shumë edhe ne mjafton vetëm shikosh emrat Pjetër, Pavël apo Paul, Peter e kështu me radhë, shikosh se sa mira miliona bi dhe bija që vazhdojnë edhe pas 2000 vitesh. E ruajnë kujtimin e tyre. Neroni u harrua në këtë. Dhe si e përfundoi jetën e vet, padyshim në tragjedi. Pra vetën e vet. Pra këta njerëz ndoshta mund duken të mëdhenj kështu së jashtmi, por fama e tyre zbehet shumë shpejt. Dhe s'mbetet asgjë nga kujtimi i këtyre njerëzve. Grigori, do flasim pak për një pyetje më konkrete. Si ta kuptojnë njerëzit ose të rinjt për më tepër që po e humbin lidhjen me Zotin? Në Shqipëri ne në fakt kemi pranitë të rinjve në për kishat. Kështu që padyshim që ka të tjerë që nuk kanë interes për to, por unë them që thellë brenda nesh në genin ton, besimi është diçka që e di pse ndodh kjo.
kjo ndodh sepse besimi tek ne nuk erdhi nëpërmjet imponimit. Po. Besimi tek neve, flas krishtërimi. Për këtë po flas. Krishtërimi erdhi krejt natyrshëm. Pa erdhi si një konkurrencë. Domethënë hyri krejt natyrshëm në treg, të themi, 2000 vite përpara, kur bota pagane po shkonte drejt rënimit, kur nuk ishte më mundësi të mbronte familjen, nuk mbronte dot dinjitetin njerëzor, nuk mbronte më trashëgimin njerëzore. Kështu që krishtërimi erdhi dhe konkuroi dhe fitoi. Pa luftë, pa imponime kështu me radhë. Dhe kjo më bën të themi që këtu fara që është mbjell këtu nga vetë themi ata që dërgoi vetë Zoti, kujtojmë se në Durrës kishim peshkop të Durrës kishim Apostull Cezarin. Apostull Cezari ishte një nga të 70-të, 70 nxënësit e Zotit. Pra mendo, ka ishte rrethi më i ngushtë. Kemi Shënasin, peshkopin e parë në vitet 80 në Durrës, 90. Kështu që kjo fare këtyre dhe kemi dhe gjakun e tyre që u derdh, sepse edhe kjo është një tjetër pikë shumë e rëndësishme. Pra e gjaku i tyre që e vaditi këtë tokë dhe unë kujtoj ndoshta për shumë njerëz menduan se ja mbyllën Zotit gojën këtu në vendin tonë edhe gjatë periudhës komunizmit. Sado që e sanksionuan me ligj. Me ligj kushtetute ku i vetmi vendi vetëm në botë që është shpallë me ligj që nuk ka Zot. Por do të them që vetëm në rast se një kleriku të thjeshtë, ishte një prift që ishte nga Bestrova e Vlorës, At Kozmaj, më pas ai u bë peshkop i kishës. Edhe është tash me Irsi Kozmaj, tani këto ditë feston 25 vjetorin në gusht të jetë ndërrimit të tij. Ai kishte pagëzuar vetëm gjatë vitit 1967 deri në vitin 1990 3000 veta. Pra do thotë që fshehur tu në asnjë moment nuk u mbyll besimi jona dhe kisha vazhdoi dhe kisha nuk ishte kisha e dukshme me ato ndërtesat e bukura siç kemi sot, por kisha e nëndeshme vazhdoi dhe askush nuk ka mundësi dot. Apo s'ka pasur asnjëherë kohë në historinë njerëzore që nuk ka ekzistuar besimi dhe feja. Dua t'rregoj një shembull. Thuhet për disa shkencëtar europian të cilët studionin fiset, studionin historitë njerëzore dhe donin të hidhin poshtë atë që kishte thënë dhe Plutarku, që kudo ku shkova thot Plutarku, në çdo qytet që vajta. Nuk pash thot, ndoshta thot pash qytete thot që nuk ishin ndoshta ujësjellse, akuadate, nuk ishin po themi sisteme demokratike siç më kishte Greqia lashtë apo siç kishte drejtësinë Roma. Por thot në asnjë vend thot nuk pash që të mos kishte tempuj që ta adhuroni Zotin. Dhe këta shkencëtar duke përpjekur që ta hidhin poshtë pretendim të Plutarkut, shkuan thuhet në disa fise duke studiuar disa fise të Afrikës. Dhe panë që kur shkuan te këto fiset, panë që ata nuk kishin asnjë lloj adhurimi fetar. Dhe kjo bëri përshtypje dhe filluan të shkruajnë e të thonë që ja ku e gjetëm një fis që jetojnë pa pasur asnjë lloj shprehje fetare. Mirë po, më vonë kuptuan që ishin gabuar në konstatimin e tyre për shkak se këta njerëzit e këtij fisi, duke i parë evropianët si të papastër, si të ndyrë, i fshehen të gjitha ato mënyrat, mjetet që ata adhurojnë, që i përdorin për adhurimin e tyre. Për shkak se e konsideronin shumë të shenjta dhe unë mbaj mend para disa vitesh pash një dokumentar në Greqi me një ishull i cili ishte i pabanuar, edhe ishte shumë afër një ishulli tjetër të banuar, por ky ishull ishte krejt i braktit, pra nuk ishte asnjë lloj shenje jete. Edhe një arkeolog britanik, londinez, kishte vite që studionte dhe thoshte si ka mundësi që ky ishull ka mbetur i pabanuar nga njerëz. Thuhet që studioi shumë vite, ndoshta më tepër se 3 dekada u mor vetëm me studimin e kësaj zone, e këtyre ishujve, pra diku që kishte rreth pra shumë afër këtij ishulli, kishte banime, kishte njerëz që kishin jetuar dhe ky ishull kishte mbetur akoma i pabanuar. Dhe ndërmori një ekspedit që për miqtë e vet u duk si diçka, domethënë jo e arsyeshme, kudo veç të gërmosh tani këtë vend. Thuhet që ndonjë një vit me banorët, pra mësoi, pyeti, u interesuar për gjithçka që kishte lidhje me këtë ishull. Dhe më pas vendosi u bindi që brenda këtij në këtë vend, në këtë ishull, fshihej një botë tjetër. Mbasi bëri gërmimet, filloi të zbuloi gjithë vendin, dhe aty gjeti që
ai vend ishte dedikuar të shenjtës, hynores. Dhe njerëzit e ruanin atë vend, prandaj nuk ndërtonin shtëpi dhe gjëra të tilla të këtij lloji, pa as të ndërtonin tempuj të mëdhenj që të dukeshin nga aty, sepse konsideroi si vendi më i shenjtë. Edhe kur gërmuan, aty gjetën shumë, pra zbuluan gjithë forma, mënyra, vende, mjete i zbuluan aty dhe gjetën dhe kuptuan që kishin të bënin me një vend shumë të shenjtë që përdorej, po themi, vetëm për anën hynore të, pra banorët e përdorin këtë vend si të shenjtë, duke mos e prekur me asgjë tjetër, vetëm për t'ia dedikuar atë hynores, adhurimit fetar të tyre. Kështu që në Shqipëri të themi është një këtu besimi është shumë i thellë, me rrënjë shumë të thella. Ne e dim që edhe u përpoqën edhe pushtuesit gjatë shekullit të 15, për 5 shekuj me radhë, por që prapë nuk arritën ta çrrënjosin dot këtë besim këtu që është. Kështu që besoj që këtu ka rrënjë të thella ky besim këtu në vendin tonë. Okej, Grigori, unë kam dhe një pyetje të fundit. Dua në këndvështrimin tuaj, në shoqërinë që jetojmë, cilat janë plagët që i shikoni si plagë të kësaj shoqërie dhe çfarë mund të bëjmë të gjithë bashkë, të rinjt e kishës ortodokse edhe të tjerë për të shëruar këtë plagë? Ne do të përpiqemi të flasim për Zotin njerëzve. Jona. Dëgjojmë lloj-lloj gjërash të fliten. Të mira nuk themi se janë të këqija, sepse kisha kursi shikon anën e tyre negative. Por ka shumë informacion sot që nuk ka realisht dobi. Edhe ne duhet të kemi kurajin që të flasim për Zotin. Të gjithëve, jo vetëm të rinjve, të gjithëve. Se unë shikoj që ka nevojë dhe prindrit tanë. Po. Sepse ata jetuan dhe u përballen me një propagandë të paparë ndonjëherë. Atë sot po studia jetën e një kleriku të persekutuar nëpërmet, edhe e thërrisin çdo javë, thuajse çdo javë në këto mbledhje që organizonin këta sekretariati i partisë në atë kohë. Dhe në çdo temë që bënin takime, vetëm denigronin fen. Kështu që pavarësisht kësaj që ofron kjo botë, dhe ne duhet të na vi keq, apo duhet të ndjehemi, po themi, duhet ta mallkojmë dhe ta konsiderojmë si të nëmur këtë anën tjetër. Çfarë do lloj qoftë ajo? Sepse thash, është konkurrencë edhe kjo gjë. Kështu që nisoj si një treg ku ti ke një larmishmëri mallrash. Dhe çdo tregtar i bën atë ekspozen edhe i bën reklamën më të mirë të mallit me qëllim që ta arrijë ta shesë atë. Pse kemi ne njerëz suksesshëm sot në tregti? Kemi sepse gjejnë mënyrën e duhur për t'i bërë reklamën. Dhe ajo që ne duhet të bëjmë, çdo njeri që beson tek Zoti. Po kanë edhe produktin e mirë atë Grigori. Po patjetër, po ne kemi jo produktin e mirë, ne kemi më të mirin në këtë gjë. Pra ne kemi margaritarët që ofrojmë në këtë gjë. Pra në treg ofrojmë margaritarët e vërtet, ofrohen margaritarët e rrem, ofrohen ushqim që u hidhet derrave, që u hidhet kafshëve. Prandaj ne duhet të bëjmë çmos që këtë margaritar që kemi, të mos e mbajmë të fshehur, të groposur, siç na tregoi tek ajo paravolia që tregon Zoti, që e mori e fshehu atë margaritarin, talentin që ia dha Zoti, që u jep të gjithëve. Po. Por këtë duhet ta ekspozojmë nëpër treg. Edhe ta shtojmë. Ta shtojmë, Jona, por edhe është e rëndësishme shumë, por që edhe ka shumë rëndësi në mënyrën se si ne e përfaqësojmë të. Unë me shumë dhimbje konstatoj që besimi në shumë vendet e Evropës flas, që kanë pasur një besim shumë të madh. Dhe ata që thonë që nuk ka besim në Evropë, gabojnë shumë, sepse mjafton të shohësh katedralet që janë ndërtuar në Evropë, edhe në vende që sot po themi po largohen tërësisht popullsia nga besimi. Flas për Hollandën, flas për vendet e Evropës perëndimore. Sërish aty ka pasur shumë besim, por ideja është që feja nuk përfaqësua nga njerëzit që kanë realisht besim. Dhe ky është gjithë, unë besoj, gjithë çelësi i suksesit. Dhe dikush ngrej një biznes, nëse nuk investon apo nëse nuk gjen njerëzit e duhur, nuk investon te burimet njerëzore, duhur që mund ta bëjnë atë gjë. Padyshim që do të dështoj, do të falimentoj, por edhe njerëzit e fesë që përfshihen në fe, apo ata që e përfaqësojnë fen, duhet të jenë, besojnë, njerëzit më me integritet, aq më tepër klerikët flas. E ndaj këtë dhe e them sepse mbaj mend nga gjyshrit e mi që flisin me një respekt shumë të madh për klerikët. Dhe klerikët kontrollojnë jetën shoqërore të njerëzve.
Sot nuk janë më klerikët të kontrollojnë jetën shoqërore të njerëzve dhe unë nuk dua që ne të kontrollojmë jetën e njerëzve. Sepse njerëzit janë të lirë, nuk kam se ne të imponojmë ata, të kontrollojmë jetën e tyre. Ose siç themi ne do bëjnë ata. Unë dua që të kemi njerëz të lirë për të ndërgjegjshëm, por edhe njerëz të cilët e përfaqësojnë këtë besim që ne flasim në mënyrën e duhur. Pra kjo është gjithë ajo dhe ata që thonë që jemi të krishterë, sepse i shikoj dhe të rinj shpeshherë kanë dëshirë që të debatojnë me të tjerë që janë të besimit të tyre ose që nuk besojnë ateist, por nuk dinë asgjë rreth besimit. Thonë që jemi të krishterë për shembull ortodoks, por s'dinë asnjë gjë. Madje dje po më thoshte një miku im, tha që një dikush që është ortodoksa që është pagzuar në kish, dhe u thoshte atyre kolegëve të punës, thoshte që për mua nuk është e rëndësishme Krishtlindja, është e rëndësishme Pashka. Ti s'mund ta thuash se një besimtar, sepse pa Krishtlindje s'do kishim Pashkë. Kështu që ideja është që e sjell këtë shembull për të kuptuar që njerëzit që shpeshherë ose ndonjëherë ose më së shumti i bëjnë reklam janë njerëzit jo të duhur. Po, edhe me krenari madje, bëjnë edhe me krenari këtë. Prandaj shumë e rëndësishme që klerikët duhet të kenë asnjë lloj turpi të shfaqen nëpër media, të flasin, të përfshihen në diskutime, në debate, edhe në debate ku mund të shkojë, domethënë mund të kthehen në debate të rëndomta, sërish duhet jemi aty. Mos të trondhemi për të thënë. Vendi i fesë duhet të jetë një vend ose u them që ne duhet të përfaqësojmë në çdo vend. Dhe në çdo situatë që ndodh në vend, zëri i fesë, zëri i kishës duhet të dëgjohet. Duhet të thuhet, duhet të pohohet. Kjo është më e rëndësishme sepse edhe Zoti thot kush të doj thot le të më ndjek pas. Nuk thot e janë i mbas mesit ashtu do ishim bërë gjithë. Ne kishim detyruar të gjithë, do kishin ardhur të gjithë mbas Zotit. Kush të doj të më vi pas, le të marr kryqin e vet, le të më ndjek. Por këta njerëz që ndjekin, thamë, jo vetëm të ndërgjegjshëm, jo vetëm koshient për atë çfarë bëjnë, por duhet të dinë për besimin, të përpiqen ta përfaqësojnë atë nëpërmjet jetës së tyre. Pra besimi nuk përhapet nëpërmjet hipokrizisë. Besimi përhapet nëpërmjet veprimit konkret, veprës konkrete. Prandaj veprat janë ato që tregojnë besimin e dikujt. Prandaj thot apostulli Jakovi, thotë letra që u dërgon kishës, thotë një besim pa vepra është i vdekur. Pra ti mund të flas shumë bukur, je një orator shumë i mirë. Po nëse nuk jep shembull, njerëzit shikojnë tek ajo dhe arsyeja që largohen njerëzit pikërisht është se nuk shohin. Dhe e kam dëgjuar nga një profesor për herë të parë këtë shprehje të Gandhit, e dim kush është Gandhi. Dhe ai ka lënë një shprehje që për ne të krishterë, domethënë është një sa herë që dëgjoj më dhimbse në fakt, sepse ai thotë unë do isha bëri krishter, po të mos isha njohur të krishter. Dhe unë dua që të krishterët jenë të vërtetë. Ne nuk kemi frikë nga numrat, se disa njerëz më thonë që pse s'bëhemi bashkë për shkakun. Është një pyetje që më ngren, ja. Dhe them unë edhe kur kemi qenë bashkë, ne nuk është se kemi qenë më mirë. Ideja është që ne na intereson të kemi padyshim uniteti. Por duhet të kemi në qendër të kësaj force, të kësaj fuqie duhet të jetë besimi. Dhe besimi i vërtet dhe adhurimi i duhur i vërtet. Çfarë është kisha e Laçit? Çfarë përfaqëson? Sepse shohim shumë njerëz që bëjnë pelegrinazh në kishë të gjitha besimeve. Ka ngelur shumë më shumë si traditë se si pjesë e besimit njerëzve. Shiko, është një vend që njerëzit shkojnë dhe adhurojnë Zotin. Po? Është një vend që ka një pjesëmarrje shumë të madhe. Është një vend i shenjtë sepse ka dhe një histori aty brenda këtij vendi. Aty do të dim që ka jetuar në Sebase, duke qyteti, unë kam shkuar disa herë. Edhe është qyteti i vjetër i Sebases, një qytet i hershëm i Ilirikut. Dhe aty ka jetuar një shenjtor, një peshkop shumë i shenjtë, që është Shën Vlashi. Po. Dhe është një shenjtor vendas, një shenjtor i lirë, një shenjtor i vendit tonë. Dhe në kohën e persekutimeve romake, pa diku në fundin e shekullit të 3, fillimin e shekullit të 4, para se të vinte Konstantini i Madh në fron, peshkopin e marrin, edhe e marrin që aty ushtarët romak dhe e çojnë në Durrës ku është manastiri i Shën Vlashit. Dhe aty e martirizohet, aty i presin kokën. Kështu që kanë qenë dy vende
të cilët të krishterët kanë qenë si vende pelegrinazhi dhe ku të krishterët luteshin. Dhe si Shëmblashi afër Durrësit, ku sot është në jurisdiksionin e kishës ortodokse, por edhe vendi ku prehet shpella e Shëmblashit, që sot është ndërtuar dhe një kishë atje tjetër e Shën Antonit të Padovës. Në fakt Shën Antoni është një shenjtor i shekullit të 18, ndërsa Shëmblashi është shekulli i 4 flasim. Kështu që mirë po ky vend dhe ky shenjtor përveç besimit të tij dhe martirizimit bëri që të kthehet në një vend edhe mrekullibërës. Prandaj njerëzit shkojnë. Dhe jo vetëm aty, por ka dhe vende të tjera ku pavarësisht të ndarjeve që ndodhen, po themi, ose administrimit në kishën katolike apo në kishën ortodokse. Ne duhet dim që 1000 vjet ishte bashkë kisha. Ka shenjtorët e përbashkët. Shëmblashin e kemi si ne si kisha katolike shenjtor. Kështu që njerëzit shkonin dhe njerëzit gjithmonë shkonin në për këto vende. Madje edhe aty ku janë sot lipsanet e Shëmblashit, që janë në Kroaci. E solli histori e që ti merrnin kur erdhën atëre në shekullin e 12-13, i morën lipsanet nga aty ku ishin dhe i quan ndodhen sot në Kroaci. Lavdi Zoti që shpëtuan, se po të kishin në Shqipëri, ndoshta do i kishte shkatëruar sistemi. Aty në Shëmblash, në manastir, ka qenë vendi ku i pren kokën shenjtorit Shëmblashit. Pra flasim për në Durrës. Aty ka qenë edhe vendi ku ra koka e tij, ishte një vend që bënte shumë mrekulli, ra koka në gur dhe ai kishte mbet një vend që njerëzit shkonin gjithmonë. Por komunistët që nisën shkatërimin e kishave nga manastiri i Shëmblashit në Durrës, e morën këtë gur dhe e morën e hodhën në det me qëllim që njerëzit mos të kishin fare të kishin të bënin me këtë. Bazë të propagandës që ata bënin. Por kur shkon tek që viziton shpellën e Shëmblashit, aty janë disa vende që besimtarët i besojnë ato që kanë qenë, sepse ne besojmë tek padyshim të mrekulli. Perëndia është perëndi i mrekullive. Kështu që nuk është për neve diçka e pa kuptim. Tani, fakti që shkojnë njerëzit, kjo na gëzon shumë. Po pse pikërisht të martat, për shembull? Apo nuk ka shpjegim? Këto janë tradita të cilat kanë mbetur edhe njerëzit i ndjekin, i respektojnë, kështu që më gëzon shumë fakti që shkojnë edhe i luten Zotit edhe në atë vend. Po kudo, sepse Zoti është kudo. Por lavdi Zotit që kemi vende të tilla. Edhe ku bëhen mrekullia. Se ai spitali, kur është spitali i madh, neve shkojmë jashtë qytetit sepse kemi nevojë për më shumë shërim. Nuk është thjesht vetëm tek përmasat, po është më tepër te efikasiteti, se mund të ketë një doktor që të jetojë në një qytet të vogël dhe mund të shkojnë njerëz atje, sepse mund të jetë i famshëm. Njerëzit shkojnë te shenjtori atje. Njerëzit shkojnë te Zoti për ish së vërtetës, por edhe te shenjtori. Sepse gjaku i martirëve është shumë i shenjtë në sytë e Zotit. Prandaj dhe njerëzit kur drejtohen shenjtorëve, martirëve më tepër, që dhanë jetën dhe i derdhin gjakun për besimin e tyre. Padyshim që Zoti dëgjon lutjet e atyre që drejtohen. Prandaj ne kemi ndërmjetësimin e shenjtorëve. Ndërmjetësimin e profetëve, ndërmjetësimin e fuqive qellore të ëngjëve. Do ishte kështu. Kështu që gëzohemi shumë sepse dëgjoj që edhe të vinë shumë edhe të huaj, nuk vinë vetëm nga Shqipëria, por edhe të huaj. Shkojnë atje jo vetëm të krishterë katolik dhe ortodoks, por shkojnë edhe muslimanë. Kemi edhe vende të tjera, për shembull. Kemi një vend që frekuentohet shumë, siç është edhe manastiri i Zvërnecit. Kisha e Fjetit të Shënmarisë në Zvërnec. Një vend jashtëzakonisht i frekuentuar nga besimtarët. Disa shkojnë për turizëm, disa shkojnë sepse din historinë aty vendi. Ajo që më gëzon është fakti që njerëzit shkojnë dhe njerëzit kanë besim. Prandaj që bie poshtë ajo që nuk ka besim. Kanë besim. Pastaj në masën ne nuk e dim masë, sepse nuk ka një masë që e mat besimin. Themi që Jona beson 2 kg, atë Grigori beson 7 kg. Nuk e dim ne këtë. Atë di Zoti sa beson. Këtë e ka thënë dhe kryepiskopi. Gjatë një predikimi. Mirë, Grigori, unë të falenderoj që ishe pjesë e këtij podcast. Faleminderit edhe ju. Atë Grigori, kam nevojë për një këshill ose një sqarim nga ju si prift, si njeri i Zotit. Si mune me gjetë një balancë në mes anës teme spirituale, shpirtërore, afërsisë me Zotin, dhëmshërisë, dashurisë për tjetrin, edhe në thojza agresivitetit ose luftës që më duhet me bë në tokë për sipërmarrjen, për me kriju një pozicion temin treg. Si mund t'i balancoj këtë të dyja? Se më duken shumë të kundërta me njëra tjetrën, po nga
Në të njëjtën kohë shumë domosdoshme për mua personalisht. Që në fillim që në zanafill kur Zoti e krijoi njeriu, i dha atij një urdhër, duke i thënë që duhet punojë nga mëngjesi në darkë për të siguruar ushqimin e tij. Edhe padyshim që nuk do lindë mbasdore edhe lidhjen e tij me Zotin. Kështu që puna është një bekim shumë i madh i dhënë nga Zoti, apo një veprim i bekuar nga Zoti. Dhe ne do të mbështesim çdo njeri që punon dhe siguron bukën e tij, me mundin e tij, me djersën e tij, me aftësitë e tij. Edhe ne kemi parë që Zoti nuk i ndan talentat në mënyrë të barabartë, por i ndan talentat secili sipas asaj që ai mban. Ne kemi parë që disa njerëz përballen me vojtje shumë të mëdha në këtë jetë. Përballen me humbjet e fëmijëve, përballen me zhgënjime të mëdha, me divorce, me shpeshherë edhe me akte tragjike që ndodhin brenda familjes. Dhe natyrisht ngrihet pyetja, thotë, pse Zoti lejon të tilla gjëra? Ose pse Zoti ja u jep disa dhe disa tjerë nuk ja u jep? Sepse njeriu është një qenie unike. Pra që do të thotë që me potenciale individuale dhe Zoti nuk apo kisha nuk na mëson të jemi në uniformitet, por na kërkon të jemi në unitet. Kuptimin që dhuratat që ka gjithë secili për nesh s'duhet të përzihen në një, të bëhen në një. Apo ëndrat e dikujt të jenë të njëjtat me ëndrat e një tjetri. Pra, këtë potencial që na ka dhënë Zoti, unë besoj që duhet ta përdorim gjithmonë në anën e mirë të saj gjëje dhe duhet që ta shtojmë atë. Ka një për ta kuptuar edhe, për t'i dhënë përgjigje pyetjes. Ka një paravoli në shkrimin e shenjtë që tregohet për një zotëri i cili do largohej në një vend të largët. Dhe pasurinë që kishte u ndau shërbëtorëve të tij. Njëri thotë i dha 5, tjetrit i dha 3, tjetri 2 dhe tjetri 1. Po. Dhe u thotë që kur të kthehem, thotë do mi ktheni mbrapsht thotë këto. Thotë që iku thotë për një kohë të gjatë. Dhe këtij që Zoti i dha 5 talenta, dhe talenta ishte një shumë e madhe në atë kohë. Në shumë lekë sot, që mund të hapësh një biznes sot me aq lekë. Biznes të madh themi, jo biznes të vogël. Edhe kur u kthye i Zoti, dhe thiri këtë që i kishte dhënë 5. Edhe ky i thotë që Zoti thotë, ti mi le këto 5 thotë, por unë thotë i shtova ato dhe i shtova kam shtuar 5 të tjera. Të lumtë i thotë Zoti, të lumtë shërbëtor besnik. Thret këtë që i dha 3. Edhe ky kishte bërë të njëjtën gjë. Këto i kishte dhënë Zoti 3, ai kishte shtuar e 3 të tjera. Edhe ai që kishte dhënë 2 dhe ai që thiri dhe këtë që i kishte dhënë 1. Dhe ky i thotë që unë i thotë shkon te zotëria, i thotë im Zot, unë thotë këtë që më dhe po ta e mbrapsh. Po pse i thotë ti ç'a bëre me këtë? Thotë unë thotë e dija që ti ishe një zotëri thotë i ashpër edhe ti nuk do më falin nëse do ta humbisje. Kështu që e futa në dhe dhe fsheva në dhe dhe mbajta aty. Atëherë Zoti u mërzit shumë me këtë veprimin e këtij dhe i thotë që ma jep thotë atë, ja merr atë monedhën, thotë ja jep atij që kishte më shumë. Atij 5 ja bëri 6. Edhe 5 i fitoi ai, shkuan 11. Ideja është që këto talenta që pra njeriu është një qenie e tillë që ka talenta të jashtëzakonshme. Ka potenciale të jashtëzakonshme. Dhe secili nga ne, pra që është unik themi, që vjen në botë, një herë vjen në botë. Ato pretendime se dikush përsëritet e këto janë marrëzira ose janë nuk i pranon Krishterimi këto gjëra, por Krishterimi pranon këtë gjë që çdo njeri që vjen në këtë botë është praardhja e tij dhe ky njeri, ky person është unik në këtë botë. Dhe Zoti i jep çdo njeriu, çdo personi i jep një talent të veçantë, një dhuratë. Dikush ka dhuratë të flas bukur, dikush ka dhuratë të merret të jetë i shkathët në matematik, dikush në fizik, dikush flet gjuhë huaja, dikush është mjeshtër murator, dikush është merret me lulet. Pra, secili ka një dhuratë të veçantë. Dhe çdo njeri duhet ta zbulojë atë gjë. Dhe nëse dikush, Giulio për shembull, e shikon që ka dhuratë nga Zoti që jo vetëm të besoj,
që kjo është për të gjithë njerëzit. Pra për besimi do të jetë për të gjithë njerëzit. Por nga ana tjetër, edhe ka dhe aftësinë e tij dhe ndjen që Zoti ka dhënë një talent, një dhuratë që mund të merret me biznes. Dhe padyshim që kisha, siç e thamë në fillim, pra Zoti e bekoi punën. E bekoi biznesin. Por ajo që ne duhet të bëjmë në këtë gjë është kjo gjë që ne duhet të ruajmë, pra ruajtja e balancës, kur ne nuk abuzojmë me këtë gjë. Kur ne për shembull fitimet që marrim i përdorim duke bërë gjëra jo të drejta. Për shembull unë njoh njerëz që kanë ngritur biznese edhe në mënyra të drejta, por në moment që ata filluan edhe këto biznese të sillin të ardhurat të mëdha, filluan që të krijojnë një jetë të dyfishtë, të bëjnë një jetë të dyfishtë. Dhe sot një pjesë e tyre janë divorcuar, sepse nuk ndjenin më për gruan e tyre, që kanë dhe nënën e fëmijëve të tyre. Dhe dikush tjetër filloi që të bënte një jetë, ndryshoi tërësisht atë jetën e tij. Edhe një jetë krejt ndryshe nga ajo, pra ndryshoi edhe personaliteti i personit. Kështu që nëse ne arrijmë që ne ta ruajmë këtë gjë, që neve mund të jemi biznesmen. Edhe kur ne futemi në biznes, pra padyshim që jemi në një betejë, në konkurrencë. Konkurrenca është një lloj beteje. Ti si në luftë me të tjerët, por as mund të shkosh edhe të shkatrosh tjetrin. Sepse unë besoj që një biznesmen i mirë, apo një biznesmen i ndershëm dhe i drejtë, është ai që nuk përpiqet ta falimentojë atë tjetrin, sepse është më i madh edhe kam parë në Berat në një shtëpi që kam qenë. Ndoshta ky është një mentalitet që nuk është një mentalitet që vjen, po themi, nga genet e këtij vendi, e këtyre njerëzve që jetojnë në këtë vend. Por është një mentalitet i importuar nga jashtë. Dhe pash në shtëpinë që shkova, mendo tani në sallon, ku qëndrojnë gjithë njerëzit, ku qëndrojnë fëmijët, rriten me një imazh. Ky imazh ishte një peshku madh që kisha hapur atë gojën edhe sa të vegjël pasaj që i përpin. Ky ishte, nëse ne do rritemi me këtë lloj mentaliteti, unë të siguroj që ndoshta mund të fitojmë për pak kohë, por të dish që do të shtojmë armiqt edhe kundërshtarët sa ne nuk mund ta imagjinojmë dot. Ka një histori në Shkrimin e Shenjtë, tregohet që një nga mbretërit e Izraelit i tregon një delegacion që kishte shkuar nga Siria, i tregon vendet ku kishin fshehur Floririn dhe Arin. Dhe një profet i Zotit i shkon e i thotë që mbretit që mos ja tregoj, thotë, se do të vinë do të shëmbin Jeruzalemin. Ai thotë, jo, thotë, si mund vinë ata, thotë, ne kemi gjithë ushtri dhe gjithë këto gjëra. Dhe ja tregoi të gjithë thestarit, ja tregoi delegacionin që kishte ardhur nga Siria. Mbas pak kohësh, Siria, një të ngritur një ushtri të madhe, i ta rrethuar Jeruzalemin, ja mori të gjithë Arin që kishte fshehur mbreti. Ka një varg tjetër në Shkrimin e Shenjtë, sepse unë besoj që jo për mua, që jam klerik, që këtu duhet të rreth kësaj duhet të, edhe kjo është ajo që ne duhet bazohemi kur flasim, por unë besoj për çdo njeri, se më përpara gjyshi dhe gjyshet tona ndoshta nuk bënin shumë shkolla, se s'kishin mundësi si ne, si puna jote, ose si të tjerë, që të bënë një universitet, 2 universitete, por kishin një dije dhe një urtësi, ishte bazuar në Shkrimin e Shenjtë. Dhe thot Zoti në Shkrimin e Shenjtë, thot që mos ja uhidhni, thot, margaritarin derrave. Kuptimin që margaritari edhe mund ta marrësh në kuptimin literal të tij, pra gjërat e shtrenjta, gjërat e shenjta, gjërat që kanë vlerë. S'mund të hedhësh në një vend ku ti shkelin dërrat me këmbë. Por këto do t'i mbash e t'i ruash me shumë kujdes. Dhe unë them që nëse njeriu, për shembull, ai i suksesshëm, biznesmeni i suksesshëm, nuk mendon të falimentoj, nuk mendon të shkatërroj, sepse mbas një po themi, shumë familje, edhe ta bëj pak më konkrete. Mbaj mend që në kohën e krizës në Greqi, erdhën shumë familje nga Greqia, që jetonin në Greqi. Edhe erdhën me atë idenë që po investojmë këtu në Shqipëri, po Shqipëria akoma nuk ishte gati, por se u bë propaganda që ktheheni në Shqipëri, se është më mirë këtu, fitoni më shumë lekë. Edhe kështu kthyen sa njerëz të mi të afërm. Edhe menduan se këtu do ishte më mirë. Jo se tani ka ndryshuar kohra, tani patjetër që mund të vish të investosh. Por në atë kohë, në 2000 kur ndodhi kriza atëherë, nuk ishte akoma gati Shqipëria, sepse akoma s'ishin rregulluar këto gjëra dhe s'kishte atë këtë lëvizje që ka sot.
Kështu që sot po u themi neve që të vinë të kthehen, të investojnë, jo vetëm nga Greqia, por edhe nga Italia, edhe nga Gjermania. Madje unë çuditem sot se si ikin të rinjt që vjen punojnë sot jashtë. Habitem sepse them kush do që punon fort. Mund ta ngrej ta ndërtoj këtu atë të ardhmen e tij. Ndoshta më të mirë se sa në Gjermani. Kujtoj që ikën disa djem, edhe disa prej tyre që edhe unë edhe i njihja, që edhe i kisha pa gëzuar 2 prej tyre. Ishin shumë të gëzuar që do shkonin në Gjermani, por problemi ishte që nuk ishin letra që do shkonin atje. Do shkojnë të punojnë atje në të zezë, do shkojnë në ndërtim, leqë puna të rënda. Atje ku shkon, nuk është se i pret njëri atje që i presin prindrit e tyre që i duan, atje mund të bie në njerëz që i përdorin, i shfrytëzojnë e kështu me radhë. Kështu që unë ndjeva një keqardhje shumë të madhe. Dhe këta njerëz erdhën investuan këtu në ato vite, thash që u kthyen, dhe shumë prej tyre unë i takoja në katedrale dhe më vinte keq se si u pësuan një zhgënjim shumë të madh. U detyruan prapë të ngrenë familjen e tyre të largohen jashtë. Kështu që të jemi edhe prandaj kjo është të ruajmë edhe atë, të ruajmë atë balancën midis edhe njerëzores, edhe hyrnores, edhe sigurimit sepse kisha nuk e shikon pasurinë si një mëkat. Kisha shikon si një bekim. Ne dim në shkrimin e shenjtë kemi Abrahamin, që Zoti e bekoi pafund. Kemi Jobin. Jobi kishte pasurira pafund, madje si thuhet aty kur shkoi Satanai për ta tunduar, që i tha Zotit që nuk ka njeri në këtë botë që të do ty me të vërtetë, dhe Zoti tha kam Jobin tha. Dhe Zoti tha e ke Jobin ti se Jobi është më i pasur i vendit e jeton në luks. Por Zoti thotë që të jap lej thotë që të vesh ta tundosh thotë të bësh të duash me të dhe do shikosh ai më beson vërtet. Një nga mbretërit më të njohur të Izraelit, që është Solomoni, do të thotë nga mbretërit që nuk do ketë më një të dytë në historinë e tij. Ai kishte rreth 1000 konkubina që qëndronin në oborrin e tij. Ishte nga njerëzit që kontrollonte gjithë gjiret. Ne dim sot si bën ato luftrat sot, që bën për ato gjiret e Ormuzit, gjiret aty ku jetojnë ata, ku janë Jemenasit. Në atë kohë, pjesën e Egjiptit, të gjitha i kontrollonte Izraeli. Dhe jetonte vetëm nga taksat që u merrte anijeve që kalonin aty. Për gjithë rrugët ata i kishin në dorë. Dhe ky kishte kaq shumë pasuri, akumuloi kaq shumë pasuri dhe në fund fare çfarë tha? Kotësi e kotësive. Në kuptimin që jo se ishte keqe ajo që ai po themi arriti si mbret, sepse ai si mbret ose Xhulia si një sipërmarrës, si një biznesmen, padyshim që nuk ka qëllim që të falimentojë, të dështojë. Ka qëllim që të jetë i suksesshëm. Por nëse ti këtë gjë e përdor themi dhe del jashtë atyre gjërave, për shkak nëse ti shkatron familjen tënde. Ja lexova një lajm para disa ditësh, thoshte një biznesmen i famshëm. Sepse thoshte që kohën që i kalova familjes time dhe kohën që i kalova biznesit. E lash sot gjithë, e lash pa vëmendje familjen time dhe kishte një familje shumë të mirë. Dhe ai domethënë ndjente me dhimbje të madhe, sepse gruaja dhe fëmijët dhanë pan që ai vetëm interesoi vetëm për biznesin dhe la familjen, fëmijët dhe gruan, në një moment i kërkuan divorcin. Dhe thotë sikur të kisha investuar thotë sa 1/10 e asaj kohe dhe energjie që unë investova në biznes. Atëherë do ta kisha prapë familjen time. Dhe kjo është gjë më e shtrenjtë që unë kisha. Dhe asnjë thotë vlerë nuk ka më thotë gjithë kjo që unë do kem. Kështu që nëse na arrim që ti balancojmë këto gjëra, dhe besoj që është e mundur. Edhe kjo lloj makutërie që është prirë së vërtetës që disa njerëz i ka kapluar sot, është për të ardhur keq, sepse ne jetojmë në një vend ku shumë njerëz abuzojnë, themi për shembull, ne kemi njerëz si leqar që ta hedhin në peshë. Ne kemi njerëz që marrin ushqime të skaduara dhe ti shesin, ndrojnë ato datat skadzende dhe ti shesin për. Ne kemi njerëz që ti shkon e blen qumshin, ai ti edhe ujë është mirë, po kush e di çfarë hedh atje brenda. Kështu që më vjen ndërmend prapë një histori. Shkuam në një vend për të blerë disa domate për kampin. Bërim një kamp me të rinjt. Edhe ai që shis ato domate më tha që unë jam ortodoks, kështu që për ty tha papu do të jap domate më të mira. Edhe më nxjerr një ark nga poshtë. Edhe thotë që do marrësh ti, do i marrësh nga këto, thotë, për veten tënde, kurse për kampin merr nga këto të tjera këtu. Dashëm po pse çka kanë këto të tjerat? Po këto të tjerat janë kështu tha janë, se nga këto i ha menen në shtëpi, për ty tha merr nga këto. Tash jo s'mundi marr. Pastaj i thash po mendoja kur u ktheva për në kamp. Dhe thash mendo se si është krijuar një rreth vicioz domethënë, ku ne mendojmë se ja hedhim njëri tjetrit. Por në fund të ditës të gjithë dalim të humbur.
Se ti ja hedh këtu te çmimi, ai ta hedh te pesha, ai tjetri ta hedh te qumshi, ai tjetri ta hedh te shkolla, tjetri, pra të gjithë, pra krijohet një rrjet mashtruesish. Të cilët çaj bëjnë, vetëm i sjellin rrënimin kësaj shoqërie. Dhe ne duhet na shqetësojnë në fakt, sepse sëmundjet e mëdha që po shtojnë. Ne themi nga vijnë këto. Por ne duhet të bëhemi, po themi, njerëz të dhënë mbas pra njerëz që jepemi dhe njerëz që krijojmë varësi ndaj pasurisë. Por padyshim që puna është e bekuar, edhe duhet të ecim, ne gëzohem që të rinj si edhe të moshës tënde që marrin përsipër të bëhen sipërmarrës. Padyshim që keni të gjitha mundësitë që ta bëni këtë gjë, tani keni moshën tuaj më të mirë, po të shikosh shkrimin e shenjtë, fjalët e urta, pjesën më të madhe të tyre, rreth 70% të tyre u dedikojnë të rinjve. Jo se s'kan vlerë prindrit, mosha e prindërve tanë, apo mosha e fëmijëve tanë, por më së shumti të rinjve, sepse të rinjt kanë potenciale të jashtëzakonshme. Dhe njeriu ka potencial të jashtëzakonshëm, çdo njeri. Kështu që tek Zoti nuk mban një me hatër, një pa hatër. Nuk është se ka më shumë atë Grigori nga tjetri apo nga tjetri. Të gjithëve Zoti u ka dhënë një talent. Kështu që nëse gjithsecili për nesh e vën në punkt të talent, do të kthehet në mirëqenie për gjithsesi, jo vetëm mirëqenie, por edhe bekim për gjithsecili për nesh. Me sa diun, krenaria është mëkat, ose është diçka jo shumë e pëlqyme në anën fetare. Po nëse unë jam krenar për arritjet e mia, që siç thotë edhe ju, unë kam vënë punat, talentin ose talentin tem që më ka dhënë Zoti, a është kaq që të jem krenar për arritjet e mia? Krenaria dhe mendjemadhësia janë dy vese të njeriut, me cilat njeriu duhet të përballet me to, duhet të luftojë me to. Janë krejt të natyrshme, janë të natyrshme për shkak të panatyrshmërisë son, sepse këto janë pjesë e rënies së njeriut. Sepse nëse njeriu do ishte në atë gjendje që krijoi Zoti, s'kishte nevojë as për krenari, as për mburrje, as për asgjë. Por padyshim që ka disa momente që për shembull një prind ndihet krenar, kur shikon që biri i tij plotson atë dëshirën e tij, pra e shikon që ecën në rrugën e dur, e shikon që është larg veseve, e shikon që ka dëshirë të punojë, ka dëshirë të prosperojë familjen e tij, ka dëshirë të krijojë familjen e tij. Padyshim që kjo e bën krenar. Dhe fjala krenar, I'm proud of my son, po themi. Nuk është një konotacion negativ për ish së vërtetës. Kështu që ne duhet të jemi krenar për disa gjëra, por krenaria kur përdoret pastaj si një përdoret për të jo vetëm për të nënshtruar të tjerë, por edhe për të përbuzur të tjerë. Kjo pastaj nuk është e mirë në sytë e Zotit. Nëse neve ja dedikojmë çdo gjë vetes. Unë në fakt Xhulio këtë këshill u jap të gjithëve që kur më thonë se të shikoj shumë të rinj që kanë ecur, kanë shumë të suksesshëm. Po bisedoj me mikun tim që është shumë i suksesshëm në fushën mediatike. Ka ecur goxha shumë, është ndoshta nga më të mirë sot në treg. Po edhe shikoj shpeshherë që e ka kapur kjo shpeshherë kjo krenaria, domethënë, por që nuk është ajo që folëm për krenarin për shembull të një prindi ose krenarin themi jam krenar për vendin tim. Po. Jo në këtë kuptim. Por mënyra se si i u flet kolegëve të tij, mënyra se si u flet atyre njerëzve që i fton, pra e shikoj që është një lloj krenarie që kthehet shndërrohet në një lloj arrogancë. Edhe një krenari e mbushur me mendje madhësi, edhe fillon ti ta shikosh tjetrin në një optik tjetër, e shikon me një sy tjetër. Shikon si inferior. Kur duhet të bijem në këtë grack? Thoshte kryepeshkopi Anastas kishte një thënie shumë të bukur. Thoshte që për çdo njeri thoshte është krijuar sipas ikonës së shëmbulltyrës së Zotit. Kjo është shkruar në shkrimin e shenjtë. Dhe shtonte. Në qoftë se thoshte, meqense thoshte çdo njeri është i krijuar sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Zotit, çdo njeri është vllai dhe motra ime. Pra, kjo duhet na shoqërojë çdo ditë të sonë. Dhe një gjë tjetër. Çdo gjë është dhënë që lartasi. Pra, edhe kjo talenta që folëm më parë, është dhënë nga Zoti, nuk është nga ne. Me qëllim që të mos mburret askush sot shkrimi i shenjtë. Sepse janë dhënë nga Zoti, nëse ti ke po themi talentin e të bërit biznes, padyshim që do të jesh mirënjohës.
Njeriu që kujton edhe që është mirënjohës, sepse ajo që shoh sot që mungon te shoqëria jon është mos mirënjohja edhe falënderimi. Madje diku një djalë i ri më erdhi para disa ditësh dhe me një mënyrë krejt krenare dhe arrogante të themi. Më tha që shiko, thatë Grigor, unë do ndajmë nga prindët e mi, sepse ata nuk më kuptojnë, ata nuk më marrin shumë seriozisht, unë jam filani, dhe unë i thash, shikoj, po ti thash, nga këta prindër ka ardhur këtu. Shumë mirë që ke arritur deri këtu, ke arritur. Lavdi Zotit që ke arritur këtu. Por mos ja udhë kur poshtë. Mos më njohës ndaj prindërve këtu. Sepse ne do të kuptojmë gjithmonë dhe të kemi gjithmonë ndërmend. Prandaj po të shikosh shkrimin e shenjtë, po të shikosh fjalët që thoshin profetët ndaj popullit të Izraelit. Ishte vetëm një frazë. Kujtohu e Izrael. Pra kujtohu, ne do të kujtojmë nga vim kush kemi qenë. Si ishim. Edhe ne si popull, ne do të kujtojmë gjithmonë. Prandaj dhe unë them gjithmonë të rinjve që do të kujtojmë se çfarë ndodhi me ne në kohën e komunizmit. Ne ishim gjyshi tan ata që vajtën, prindrit tan ishin ata që e mbështetën atë sistem. Ata ishin që morën, tani po shikojmë që ata ishin që morën edhe kazma dhe lopata ndaj. Ata i shkatruan vetë. Shkojnë në fshat ortodoks dhe më thonë që vetë vajtën me prishëm kish. Qofse ne harrojmë, pse është e rëndësishme që ne të dimë se nga vim, Gjulio. Shumë hebrejt vinë, janë 12 fise në hebre, bitë e Jakovit. Dhe nga to 12 rrjedh gjithë linja gjenealogjike e hebrejve. Dhe ne është shumë e rëndësishme që ne të dimë linjë rrënjën tonë, rrënjën gjenealogjike. Kush vim, kush jemi, të parët tanë, si e ndërtuan, sepse të thot papu, çdo bekim që vjen nga Zoti, vjen sepse dikush tjetër para nesh ka sakrifikuar. Ndoshta tek fisi Xhulios mund të ketë pasur një shenjtor, mund të ketë pasur një klerik, mund të ketë pasur një njerëz që i ka dhënë shoqërisë, ka ndihmuar, sepse asgjë nuk është rastësisht. Pra ajo që ne do të kuptojmë është që çdo gjë është një dhuratë së lartësi dhe jo për meritën tonë. Dhe tjetra është që nëse gjërat apo arritjet tona janë atribut i dikujt tjetër më parë. Kështu që me këtë, duke pasur këtë gjithmonë në mend, me këtë do të vazhdojmë jetën tonë. Unë them që, nuk e them unë, e thot shkrimi i shenjtë që dhe e përsërisin çdo ditë tek bijtë e tyre, sepse Zoti thoshte jam i mirë, thot, dhe i dua dhe i bekoj ata thot që më duan thot deri në brezin e 7. Dhe i urrej dhe nuk i mbaj afër thot gjithë ata thot të cilët nuk më duan dhe më mohojnë mua deri në brezin e 7. Pra ne nuk majmë përgjegjësi vetëm për veten tonë. Njeriu është krijuar një qenie e përgjegjshme. Ne mbajmë përgjegjësi për prindrit tanë, mbajmë përgjegjësi për vllajin ton, për motrën ton. Çfarë bën sistemi në atë kohë, sistemi komunist, Xhulio? Kur dikush nga fisi dikush nga familja bënte një gabim, ndëshkonin gjithë familjen. Kjo është forma diabolike, nuk është forma e Zotit. Nuk është vepron kështu Zoti. Kurse ne nga ana tjetër, pra njeriu normal, duhet kuptoj dhe duhet mendoj që është i përgjegjshëm edhe për fëmijët e tij. Si ndihet një prind për shembull kur shkon në shkollë dhe edhe mësuesja i thotë që fëmia jote ka bërë këtë? Si ndihet? Sa do të ketë dashuri për fëmijë, prapë ndihet i zhgënjur nga fëmia. Kështu që edhe neve duhet mendojmë që çfarë do t'u lëmë tyre fëmijëve tanë. Do t'u lëmë bekimet? Ata mund na bëjnë në marrë rrugë që s'është në dorën tonë kjo gjë. Por ama ne duhet bëjmë maksimumin nga ana jon. Pra ne jetojmë një jetë të përgjegjshme dhe kështu vijnë edhe bekimet. Pra se edhe bekimet, edhe dhuratat që jepen sepse Zoti e di pse i jep ato gjë. Dhe janë të gjitha nga ai, këtë do të kuptojmë. Padyshim dhe fal aftësive tona, pra vënies në punë, që nisëm atë përgjigjen të talentave që këto që na i dha Zoti, Xhulio si mbajti vetëm për vetë atë, po dijen që akumuloi, ato mundësi që i dhan prindët e tij, filloi dhe ti shtoi ato. Prandaj i thash atij djalit të ri, i thash, shkoj, i thash në shtëpinë tënde, i thash, jo vetëm kërko falje, i thash, por thou një faleminderit prindërve të tu dhe ti po deshe mund të jetosh edhe, po nuk mund ta bësh në këtë lloj forme arrogante. Ti mund të vesh dhe i thua shiko baba im, sepse kanë ndonjëherë prindrit që mendojnë se fëmijët janë gjithmonë të vegjël, edhe i trajtojnë ata gjithmonë si të vegjël. Padyshim që edhe si thotë edhe në shkrimin e shenjtë thuhet që kur martohet dikush duhet të shkrijojë familjen e vet, thotë. Shkëputet thotë dhe burrë do lër babain dhe nënën e vet,
bashkohet me gruan e të bëhet një. Kështu që edhe fëmijët vinë një moshë që vetë Gjulja vetë i del e merr përsipër vetë jetën e vet, e drejton vetë, ecën vetë, por jo duke i pasur atë gjithmonë, duke pasur atë ndjenjën e fyerjes ndaj të tjerëve ose aty që shko tani unë jam bërë këtu, e këta s'janë më tani s'mund të rriun me prindë mi më, s'mund të rriun me ata shok që kam pasur ose me ata kolegë që u kam punuar, tani u bëra drejtore, tani ka mundësi që këta t'i shkel të gjithë me këmbë me kështu me radhë. Të tilla sjellje nuk janë të mira as për personin, po thash edhe për pasardhjen e tij. Kuptova. Pyetja e fundit është bëha si pyetje e podcastit për gjithë. Çfarë do i thojë një triu shqiptar i cili është sot në Europë, është në Amerikë, ka një trajnim, ka një shkollim, ka një skill, një aftësi. A do i baje thirrje për marrë në Shqipëni? A mundet me ndërtu dikush jetën në Shqipëni? Që t'i ftoj të vinë është pak e vështirë, por që ajo që u them është që para se të ikin, të shikojnë mundësitë që kanë në këtë vend. Ne tani, unë besoj që shumë shpejt, do është edhe një dekadë tjetër, do të vi fundi këtij tranzicioni që ka zgjatur në Shqipëri. Ne nuk donim. Unë që kam dalë në ato vitet, mi djalë i ri, të 16 vjeç në atë kohë nga sistemi, kur u rrëzua sistemi, menduam që do vinte më shpejt. Që do futshin çdo gjë do futej në udhën e dur, në udhën ligjore. Por që besoj që ky tranzicion do marrë fund pas pak vite dhe ka shumë mundësi, është një vend i pashfrytzuar. Kështu që u dua t'u them më tepër, t'i këshilloj që ato talante që keni, përpiqeni të investoni këtu në vend. Njoh shumë të rinj që janë bërë shumë të sukses. Njoh shumë të rinj me iniciativë të cilët ja kanë dalë. Njoh shumë familje, burrë dhe grua që nisën nga hiçi, nga zerua dhe arritën të ndërtojnë jo vetëm për veten e tyre, por edhe për të krijuar një shkollim më të mirë për fëmijët e tyre. Shumica e njerëzve më thonë që ne ikim për fëmijët, kur nuk kanë asnjë fëmijë ende. Sa janë lidhur për shkak. Ne para ca ditësh iku një çift, papu më tha do ikim në Amerikë për një jetë më të mirë për fëmijët tani. Thash po ju s'keni akoma fëmijë dhe nuk e dini se do keni apo jo. Se ju tani u martuat tash para një jave. Kështu që mendoni për veten, thash, dhe shikoni, thash, pse nuk shikoni këtë mundësi. Kemi shumë dhurata që na ka dhënë Zoti. Kemi njerëz dhe ne jemi një shoqëri, një popull që nuk integrohemi, themi, në brezin e 7 të 10. Kur isha në Amerikë më tregonin ata komuniteti aty se si shqiptarët integroheshin më shpejt se çdo lloj komuniteti tjetër. Se si brezi 2 apo brezi 3 mund të bëheshin biznesmen. Mbaj mend në Boston, që ishte një zonë shumë e pasur aty rreth Shëngjërgjit, në Boston, tek kisha ortodokse shqiptare. Pjesa më e madhe e familjeve që jetonin aty në atë zonë, sot është në zonat më të shtrenjta në Boston, ishin o biznesmen, ishin o gjykatës, shqiptar flas. Pra, për një kohë kaq të shkurtër, ata ishin bërë dikush, themi në thojza, pra kishin arritur një status shumë të lartë. Pra, ne jemi një popull, ja thash, një popull për fatin tonë të mirë, që Zoti e shikon me një sy të mirë. Kështu që potenciali që i kemi, unë mendoj që ky vend duhet të prosperojë, sepse ky vend ka vuajtur shumë. Dhe kur ne largohemi apo zvendësimi i popullsive, unë nuk jam dakord për këtë gjë. Sepse unë mendoj që Zoti na ka caktuar të jetojmë në këtë vend. Sepse dikush më tha që se nuk linda tha në Amerikë, më tha para disa kohësh. Që linda në Amerikë, papo ç'mu desh linda këtu, po. Thash dhe unë doja të lindja në Konstantinopolin e shekullit të 5 në kohën e Justinianit, po ja që Zoti desh të jetoj në këtë kohë. Ideja është që ne duhet këtë vend që kemi kaq të veçantë, duhet që të gjithë ne të ofrojmë energjitë tona për këtu, për ta rregulluar. Dhe s'duhet ta braktisim në asnjë mënyrë. Ta mendojnë, them, ndoshta për t'i dhënë përgjigje pyetjes, ta mendojnë që të kthehen në Shqipëri. Sepse është një vend ku mund të jetohet mirë, është një vend ku ti ke njerëzit e tu, ti ke miq, e di që ne vazhdojmë akoma atë mentalitetin që përmendëm gjatë bisedës. Jemi të vrazhd, jemi shumë gjak nxehtë dhe këto unë besoj dhe i lutem Zotit që këto do t'i heqim nga përditshmëria jonë, sepse ajo që njerëzit friksohen më shumë këtu është mënyra se si ne veprojmë në gjakzësi e sipër.
fenomene të tjera si gjakmarrja e kështu me radhë, duhet të luftojmë të gjithë për këtë gjë. Jo vetëm kleri të flasi, por të gjithë si shoqëri. Duhet të ngrihemi këtë që të kemi në themel jetën, dashurinë për jetën. Dhe të ngrihemi mbi këto sepse kjo është e vetmja mënyrë. Dhe kështu do të krijojmë kushte dhe atëherë do ta kemi më të lehtë për të ftuar. Ne s'do të jemi hipokrit. Kemi më të lehtë për të ftuar ata që të na vinë këtu të na investojnë. Si e thash më parë, në kohën kur erdhën ata nga Greqia në kohën e krizës nuk ishte gati ky vend i priste. Sot kanë ndryshuar shumë gjëra. Sot kemi mundësi, kanë mundësi të ngrenë biznese, të ngrenë bujtina, të ngrenë kanë gjithë mundësitë. Por këta njerëz që vënë dhe ndoshta kanë shkuan për të krijuar disa të ardhur edhe mirë, shumë mirë bëjnë. Por të mendojnë që të na kthehen sërish. Dhe ata që janë këtu të përpiqen që kapacitetet, potencialin, aftësitë e tyre të investojnë këtu në këtë vend. Sepse ja vlen, edhe them është vendi më i sigurt sot për sot. Gjithë turistët kur më vinin në katedrale dhe më pyesin, a është e sigurt Tirana? U thosha që Tirana është më e sigurt se Amsterdami, është më e sigurt se Londra, është më e sigurt se qytetet e Gjermanisë, më e sigurt dhe 1000 herë më e sigurt se Franca dhe Parisi. Kështu që këtu i thosha rrini rahat se askush nuk gacmon, edhe ne shikojmë si kemi mikpritur. Kështu që të rinjtë tanë para se ta mendojnë shumë herë përpara se të largohen, edhe sepse ne kemi edhe një përgjegjësi gjithashtu edhe për vendin tonë. Zoti na i ka dhënë këtë vend që të parë tanë e trashëguan, pavarësisht sakrificave të tyre, sepse dhe gjithë ato sakrifice mund dhe gjakun e tyre s'mund ta hedhim kështu kaq thjesht, domethënë. Por dhe të shikojmë mundësitë, qofse por mendoj se tani ka ardhur koha që ne duhet të përqendrohemi dhe të ndërtojmë, të prosperojmë vendin tonë. Një vend shumë të bukur, një vend të bekuar që na i ka dhënë Zoti, një vend me njerëz të shkëlqyer dhe një vend që meriton dhe ja vlen që ti të sakrifikosh edhe të investosh, edhe të punosh, edhe ta prosperosh gjithashtu. Super. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që të kishim, edhe je mirë pritën gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit.